Dashur miq, mirëmëngjes, mirë se u gjaj. Një ditë sa më të bukur e sa më të mirë, kush është dita e sotme me një diell e me një qiell të thjellët. Ju uroj të gjitha të mirat në çdo punë ku jeni, në çdo vend ku jeni, edhe kudo gjendeni. Thash të diskutoj me ju të gjithë kush është ndjekësi joni i kronikës Tulipani, thash të flasim pak për si u pasunun politikanë shqiptar mbrana 30 viteve, si u varfru populli mbrana 30 viteve, që pat dolin nga varfria dhe u varfrua, kurse politikanët duren nga varfria dhe pasunuan. Vetëm një pyetje thjesht nga kronika Tulipani. A mund na thoni si u pasurut të dashur politikanë shqiptar, të gjitha trojeve? A mund na thoni si erdhët tek pasuria? Si? A mund na thoni pse u bot arrogant, pse u bot autokrat, pse po dani shtresat? Ne nuk luftuam për të fituar demokracinë, për të dhënë shtresat. Nuk luftuam për të fituar demokracinë, për të pasunuar një pakicë njerëzish, e për të bërë këtë pakicë zotët tanë. Jo, ne luftuam për një demokraci, luftuam për një ndërtim të vendit tonë, për një ndërtim të shtetit, për një ndërtim të infrastrukturës shqiptare që ishte 000. Ne luftuam për lirinë e fjalës, për demokracinë, për të luftuar të keqen, për mos të bashkuar me të keqen, për mos të dalë njeriu mbi njeriu, për të qenë njerëzor, e për të gjitha këto ne luftuam për demokracinë në vitet 90. Pra, pyetja e kronikës Tulipanit është, dhe do t'i përgjigjet çdo politikan shqiptar, ka u erdhi pasuria për 30 vite që bota po ecën me qindra vite në demokraci, siç është Amerika, dhe nuk po arrin për një kohë kaq shkurt të bëhen miliardera. Kjo pyetje do të jetë gjithmonë për ju politikanë shqiptar, dhe jam shumë i bindur që do të na përgjigjeni. Ju faleminderit.